Aty me nesha vish me pështu, nëse të dënë zoti. Ama tashti kur për shoh vetën që ja ku njës me marë pak, kjo pjesë e ka mungën shumë, jam ka, dhe me thonë, është ka mërzit gëgja shumë. Gëgja shumë e ka mërzit, po jam ka mundur në ja hek vetës. Këtë historia Amirit është të gjithë, se që dini ata që keni përcjellë emisionet tona dhe që keni përcjellë veprimtarinë edhe karrierën, më thonë të Amirit, prej se ka dalë në televizion të It's My Love, mande edhe ishte banor në It's My Home edhe në serial, aktrime edhe me grupin Shulship, me Martinin edhe Migjen Bip, edhe aktivitetet të tjera në për shumë intervista, të dini që paka shumë, jeta ti ka qenë shumë e koklavitun me shumë probleme, Amiri ka qenë një herë një kohë përdru si regullt, bile mëse i regullt i substancave narkotike, deri të ato matronat, deri në 5 herë overdose, deri që aty kam rri, në një moment, fatmirësisht, ka kërku ndihmën e gjithë vetë, nënës vetë, familjes vetë, mjekëve dhe gjithëve dhe ka vendosë me lonë me i botë rëtmanët të cilat edhe ka arrit me pas, muj me thonë, sukses në heqen e vashmërisë ndaj substancave narkotike. Po ndërkohë, abuzimi me jetën shumë shpesh i le pasojat, vragat e veta dhe ato vraga mbesin të njetën. Përveç që dëmtimeve të shumta që ka bo financave të shtëpis, të më thonë gjepit familjes, lumëtërisë familjes e shumë damet e tjera edhe në shoqërinë e vetë e gjithçka, mas shumë t'i ka bo dëm trupit e tij. E gjitha filloj para disa muajsh e patë një operacion tjetër, e cili është si papritmas operacioni në zorët e barkut. Në zorën e barkut, mu fry, paprit, që dy këto operacione që më do më kanë pa prit. Unë merë dhe me pata shumë keq, mu fry barki, shkova në spitalin Amerikan nese, e bo në operacionin, më tha mrena, du më tërë nëse s'bosh operacion, është rëzik, nese, u bo në operacion pështova. Ke pas pështjellje të zorëve? Pështjellje të zorëve, po, patën me më shpërthy, dhe intervenu me ko, dhe pështova. Edhe pse aty ka së të ko që e ma, për falë zotit, shoqënia një mund, shoku, zeka, një shok jemi. Ndërkohë gjatë zhvimeve të serialit, ti patë fillu me u anku për... Bravo, që ato dishta me dalë. Gjatë gjirime të serialit bëhet mirë, unë e veç janë nisi koma që fëllshat me juve këto, më dhemke shumë, më lëdhke, tepër, më demoralizaj